e djeshme dhe fal të gjitha informacioneve që na vinin në kohë reale, fotove dhe dokumentin përmes së cilit bëhej ky markim, ku Romir Saraçi e tha në këtë studio, duke u drejtuar qytetarëve, jeni ja çfarë jeni vetëm ato numra për mazhorancën dhe në atë lloj forme për llogariteni kur bëhet fjalë për qytetarët dhe për votuesit. Shiko, kjo analizë që ti po bën praktikisht ndoshta e bën të pakuptim që të ndalemi hap pas hapit e secili nga ato aktorë që do duhet të kryen rolin e tyre, do duhet bënë rolin e tyre, por që qartazi nuk e kanë bërë në këto zgjedhje. Po ne jemi gazetarë dhe do ndalemi tek këto elemente tek ky denoncim. Ti u ndale tek SPAK. Ne pam edhe në ngjarjen e djeshme se si ajo strukturë krijuar në janar nuk u bë gjallë, edhe në këto momente që flasim madje nuk ka asnjë lloj qëndrimi për atë çfarë u zhvillua live, kam fjalën për situatën te Marko Boçari, por nuk ka qenë ajo e vetmja, ka pasur shumë denoncime në media, sidomos ditën e djeshme. Si do ta cilësoje ti, a u duk diku kjo strukturë e krijuar në janar pikërisht për 11 maj, por që vetëm në 11 maj që është e qartë që ne me strukturën e speciale, nëse krijohet një task force për zgjedhje. Task force, saktësisht. Thelbi është që kjo task force do ketë një aktivitet shumë të madh përpara zgjedhjeve, që të mbrojë zgjedhjet, apo për çfarë krijohet? Për të mbrojtur zgjedhjet. Në qoftë se kjo do të hetoj pas zgjedhjes se çfarë ka ndodhur gjatë fushatës elektorale, gjatë ditës votimit, atëherë nuk është nevojshme të krijohet task force, mjafton që prokuroria të bëjë punën e vet. Dhe zgjedhjet pastaj gjykohen sipas çështjeve në prokurori ose në prokurorinë në njësinë speciale antikorrupsion. Kështu që krijimi i task force kishte për qëllim mbrojtjen e zgjedhjeve, pra shqyrtimin e çështjeve shumë të mëdha për të që ngjarje të tilla që cilësive votës të ndodhen në ditën e votimit. E vërteta është që nuk ndodhi kështu. E vërteta është që pati vetëm show, dhe e vërteta është që të gjitha goditjet që bëri task forca e SPAK-ut ishin kundër opozitës, apo të gjitha partitë që u goditën ishin partitë që ishin kundër Ramës. Të gjitha ata që blinin vota dhe donin të tërësonin vota ishin kundërshtarët e Ramës. Dhe rezultati është ky që kemi sot, që ata po blinin vota dhe Rama thelloi rezultatin. Pra e bie që ata u blinin vota për Ramës, s'ka kuptim, s'ka shpjegim tjetër. Për tek kësaj duhet të thënë që dështimi i SPAK-ut ishte një dështim spektakolar, ishte një dështim i dukshëm për një përdorim i keq, që u vure edhe 2 javë më parë kur u publikua kontrata e lobimit e Magës me kompaninë Continental, kompaninë e lobimit në Shtetet Bashkuara, dhe kur SPAK-u pa asnjë lloj tagri, pa asnjë lloj detyrimi ligjor, deklaroi se do verifikonte kontratën me urdhët e Edi Ramës, kuptohet. Ja çoi Edi Ramës në fushatë elektorale. Pra SPAK-u është një institucion që përdoret për nevojat e kryeministit. Tani çfarë mund ta quajmë ne këtë, kuptohet qartë. Po kështu gjithë institucionet e tjera, se u flasim SPAK-u që quhet. Flasim për KQZ-n për shembull? Se ti u ndale tek pa dashur të ndërpres, se ndoshta ke diçka tjetër. Po KQZ-ja është një tjetër. Ti përmende rastin e ditës së fundit fushatës elektorale, kur erdhi vendimi i Këshillit të Ministrave. Po çfarë ka bërë KQZ-ja për gjatë këtyre 2 ditëve, pra ditën e zgjedhjeve, ose ç'preheshtje zgjedhore, të shtunën, të dielën dhe sot? Komisioneri zgjedhor, përveç faktit që heshti patupsisht për shkeljen e kodit zgjedhor nga qeveria, me faljen e gjobave për 10 ditët e fundit,